dëshirojnë ëndrat. Përshëndetje dhe këtë ende jemi bashkë në Radio Travel 104.6 FM me mua Kevin edhe Franci në studio. Sot nuk do të kërkojmë rrugët artistike që na i ofronte Franca apo mjediset e qeta alpine që i ofronte Zvicra. Do të nisemi në një vend krejt ndryshe ku njihet si një tokë rëre, guri edhe hijesh. Mirë se erdhët në Egjipt. Jemi në Egjipt sot, përshëndetje edhe nga unë Franci, njerëz 104.6, sheshet ku xhirohen ëndrat. Kemi zgjedhur një super lokacion sot, duhet thënë Kevin, ë? E kam edhe unë me shumë qejf lokacionin e sotëm, sepse për mua është një nga vendet më interesante për të zbuluar dhe për të vizituar në të njëjtën kohë, me arkitekturën e vet, me misteret e veta, me perënditë e lashta. Kështu që jam shumë kureshtar të shikojmë se cilët nga kineastët kanë zgjedhur Egjiptin për të ndërtuar historitë e tyre kinematografike, por dhe do themi disa fakte shumë interesante lidhur me këtë vend. Patjetër, po më mungon pak ajo hyrja jote artistike. Sa po prisja që ti të mos ma thoj atë gjë, megjithatë nuk do të ta prish shefin as sot, se patjetër jemi në Egjipt, vendi ku filmat nuk shtojnë dramë, thjesht e zbulojnë atë që ka qenë gjithmonë aty. Egjipti nuk është sfond, Egjipti është kujtesë e gjallë dhe pikërisht për këtë kinemaja vazhdon dhe gjithmonë do kthehet këtu. Hamo Kevi. Ta them gjithmonë këtë dhe do vazhdoj ta përsëris që ndihemi tepërt me monologjet e tua artistike, që kështu që të marrim pak veten, do bëjmë një hapësirë muzikore dhe do të rikthehemi sërish të flasim për kineastët e mëdhenj që zgjodhen Egjiptin. 104.6 të Radio Travel, sheshet ku xhirohen ëndrat, me mua Francin edhe Kevin, dhe jemi gati për të startuar me regjisorin, kineastin e parë i cili ka zgjedhur Egjiptin për të bërë filmin e vet. Dhe është Ridley Scott. Nuk çuditem Kevin. E prisje. Patjetër. Të gjithë e prisnin në fakt, i kanë parë filmat e tij dhe e kuptojnë shumë mirë që historia edhe Egjipti shkojnë shumë mirë bashkë me njëra tjetrën. Po, patjetër është një regjisor legjendar i Hollywoodit, Ridley Scott, dhe sigurisht nuk mund ta linte në karrierën e vet pa futur edhe Egjiptin si një nga vendet ku do xhiroheshin filmat e vet. Filmi që do të flasim ne sot, ai mund të ketë një karrierë shumë gjatë, po ne vetëm një film keni marrë sot, që është filmi Exodus Gods and Kings, një film i jashtëzakonshëm. Patjetër Christian Bale, një histori duhet të thënë religjioze, por shumë e bukur. Përmban histori që kështu histori mira vjeçare, prandaj do të thotë që është prestigjioze dhe është përkthyer shumë mirë në film. Filmi rrëfen historinë e Mojsiut, konfliktin e tij me Ramsesin, gjithashtu edhe përplasjet mes pushtetit njerëzor dhe besimit hynor që në Egjipt ka qenë president prej shumë vitesh. Ky film kërkonte një hapësirë, madhështi dhe ndjesinë e diçkaje më të madhe se vetë njeriu. Pyet veten ti Franci për shkakun se kush është vendi që mund të ta ofronte këtë gjë, një ndjesi hynore, madhështore, diçka më të madhe se vetë. Nuk e di, nëse rri edhe mendohem sigurisht që mund të gjej pafund vende, por meqense jemi tek Egjipti, absolutisht është një nga ato vende ku ti ndjehesh veçanërisht i vogël përpara gjithësisë, përpara krijimit, përpara këtyre mistereve të mëdha, përpara duhet thënë një qytetërimi të lashtë dhe të madh siç ka qenë qytetërimi egjiptian në ato brigjet e Nilit edhe kështu me radhë. Megjithatë Kevin, unë dua të them një gjë. Se përse regjisorët plas nga ana teknike dhe kinematografike kanë zgjedhur Egjiptin si një nga lokacionet e tyre për të ndërtuar histori jo vetëm që kanë të bëjnë me misteret e lashta, por dhe histori moderne, me spionazhe, me aksione dhe kështu me radhë. Kemi që gjitha këto në episodin e sotëm, se do rikthejmë personazhin që i dham stafetën. Po, patjetër, sepse Egjipti ka një dritë të jashtëzakonshme natyrale, Kevin. Pra një dritë mëngjesi të jashtëzakonshme, një dritë natyrale që jep atë nxehtësinë dhe vapën e madhe dhe atë të verdhën e çuditshme që kanë ato vendet atje, e cila përkthyer në imazh kinematografik, imagjino se ku mund të shkojë. Patjetër, prandaj edhe janë zgjedhur këto zona siç është Luksori apo Lugina e mbretërve dhe zonat përreth tij. Një nga arsyet ka qenë drita, por arsyet tjera që i shtohen listës së Egjiptit është peizazhi është i ashpër, i hapur dhe i pamëshirshëm. Vendimet të kushtojnë shumë për çdo lloj gjëje. Patjetër, okay, në listën e regjisorëve që kanë zgjedhur Egjiptin, ne nuk mund të lëmë pa përmendur edhe Steven Spielberg, sigurisht, si mund ta linim ne Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones. Kush e ka ndjekur sagën e Indiana Jones, sigurisht që e ka parë edhe këtë film të Steven Spielberg, dhe në fakt mund të konsiderohet si personazhi i cili e bëri Egjiptin të duket si një aventurë e pastër kinematografike. Për të gjithë ata, e ke parasysh Kevin Indiana Jones? E kam parasysh. Po, kush nuk e është ka? Kërkimi i asaj arkës së beslidhjes, që në fakt është një objekt që lidh fen, historinë dhe rrezikun, një objekt si thua i veçantë, mitik në të njëjtën kohë. Njësoj si një objekt që do flasim pak më vonë
për Egjiptin. Ne e për çfarë nuk do flasim sot në Egjipt. Megjithatë, Steven Spielberg nuk I xhiroi të gjitha skenat në këtë zonën e Egjiptit që ne jemi duke folur, sepse zgjodhi edhe disa lokacione të tjera, por aq mjaftonte për të dhënë atmosferën e viteve 30, ato sheshet, ato tregjet e nxehta, ku të duket sikur të bie dielli në kokë dhe çdo vendim që mund të marrësh ose jo, mund të kushtoj jetën ose mund të ta transformoj atë. Kështu që heroi I Indiana Jones është midis librave dhe grushtave, Kevin. E çfarë? Guxoj të të pyes se ku ishte më I mirë apo është shumë subjektive Si kjo? njeri që do letërsim patjetër tek librat. Megjithatë, kjo është subjektive siç e the edhe ti. Shumë prej skenave u xhirua në Tunis, por Spielberg e ndërtoi vizualisht botën mbi arkitekturën, tregjet dhe atmosferën urbane të Egjiptit të viteve 30, ajo që sapo the ti që vitet 30 ishin shënjuese për këtë film dhe për arkitekturën e kohës. Jemi në Egjipt njerëz, jemi në 104.6 në Radio Travel, në sheshet ku xhirohen ëndrat me mua Francin edhe Kevin dhe tani kemi prap pak muzikë dhe do kthehemi sepse kemi shumë për t'ju thënë për Egjiptin. Jemi rikthyer në sheshet ku xhirohen ëndrat në Radio Travel 104.6 FM. Po flasim për kineastët e mëdhenj që zgjodhen Egjiptin dhe I radhës është Kenneth Branagh me filmin Death on the Nile I vitit 2022. Një histori krimi elegante e ndërtuar mbi dyshime, xhelozi dhe tradhtira, gjëra që gjitha këto Egjipti ja mundsoi madje I shtoi dozën e dramacitetit. Filmi u xhirua në Luxor, Aswan dhe përgjat lumit Nil, duke përdorur tempujt real dhe peizazhet përreth lumit. Ore Kevin, jam shumë kurioz të di të pyes. Nëse ti do shkoje në Egjipt për një vizitë tënde, do doje edhe ti të kishe një nga këto aventurat, si më thon kështu, pasionale, në ato vende tipike, historike të, si më thon, në ato rrethinat e Nilit ose në piramidat edhe kështu me radhë. Kjo bën një pyetje që në fakt qëndron me mua Më e ke bërë di një pyetje pse. shumë interesante. Është me vërtet interesante Aha. se unë besoj më shumë te këto historitë pasionante që mund të zgjasin për disa ditë jo tek ato afatgjata. Nuk e Shishi, di pse e po, kam këtë do mendim. që nga temë për të diskutuar me vete, në Kjo një është më emision vete me vërtet, vete. po shkurt me sa na lejon koha, Aha. mund të them këtë që nuk e di pse besoj tek historitë që mund të jenë disa ditë. Okej, sheshet ku xhirohen pasionet do ishte titulli I kësaj, po ne jemi në sheshet ku xhirohen ëndrat. Jemi Dhe- sheshet ku xhirohen ëndrat edhe sheshet ku xhirohen pasionet, unë s'do guxoja ta bëja publike. Okej. Mirë, ne qëndrojmë se jemi mirë këtu. Jemi shumë mirë. Pra folëm për Kenneth Branagh tani. Flasim për një film kult, në fakt që është Kleopatra I Joseph Mankiewicz. Elizabeth Taylor, o zoti i madh, çfarë femër ka qenë ajo, mor Kevin. Është Çfarë ikon edhe ka mbetur aktore. akoma e njëjta ajo Kleopatra sepse janë munduar shumë ta rikrijojnë Patjetër, vitet më pas patjetër. edhe Monica Bellucci përfshir, po nuk ja ka dalë. Megjithatë, Elizabeth ngelet ajo që është. Dhe duhet thënë që Kleopatra ka qenë filmi vitit 1963, ë. Ka qenë një nga filmat më ambicioz të historisë kinemas për kohën kur u krijua, por edhe më vonë. Duhet thënë që shumë nga skenat u rindërtuan në studio, megjithatë bazat ku regjizori mori frymëzimin e vet dhe ndërtoi pastaj edhe këto skenografitë që u ndërtuan nëpër studio, ishin zonat e Aleksandris, Luxorit dhe sigurisht arkitektura tipike egjiptiane dhe faraonike në të njëjtën kohë, duhet thënë. Është filmi, pra Kleopatra, që ndërtoi dhe krijoi tek audienca Egjiptin si një vend pushteti, sensualiteti dhe një film I cili nuk e shikonte Egjiptin vetëm si një tokë të lashtë, Kevin, por edhe si një skenë me intriga perandorake, Janë të preferuarat e mia. sigurisht, sepse nuk ka pasur pushtet që nuk ka pasur kështu intriga dhe kush më mirë se sa kush më mirë se sa një figurë si Kleopatra mund të ishte etaloni I intrigave perandorake. Do të Elizabeth është Taylor. gruaja më e fuqishme që ka qenë ndonjëherë në një post drejtues? Mirë, kjo ha debat, sepse nëse I rikthehemi historisë mund të shikojmë shumë figura femërore të cilat kanë pasur pushtet goxha të madh. Megjithatë, një femër si Kleopatra dhe një film I xhiruar në Egjipt në vitin 1963 me Elizabeth Taylor si protagoniste, ka shumë se çfarë të thotë, mbase më shumë se sa mund të rrim edhe të themi ne këtu. Megjithatë tani është momenti për të dëgjuar një tjetër hapësirë muzikore dhe kthehemi prapë në studio. Përshëndetje nga sheshet ku xhirohen ëndrat, jemi rikthyer këtu në Radio Travel 104.6 FM, po flasim sërish për kineastët e mëdhenj që zgjodhen në Egjiptin. E di se kush është I radhës? Protagonisti më saktë I filmit. Hajde një herë, ta dëgjojmë. James Bondi që I dham stafetën si Po, personazhi si që mund të na mungonte? prezantonte më mirë emisionin ton. Në fakt stafetën nuk do ta mbaj për shumë gjatë, se nëse e merr Jacob Elordi rolin e James Bondit,
Vjen keq, po do ta dorëzoj. Pse mendon se ai nuk do jetë një pastrues i dej një sagës së James Bondit kemi? Sikur s'ma mbush mendjen, po ngelet për të parë edhe ai. Ngelet për të parë. Ne vazhdojmë në Egjipt njerëz. Jemi në Radio Travel 104.6 me mua Francin edhe Kevin. Jemi James Bond. Filmi i radhës është The Spy Who Loved Me. Është një film i viteve 70 që James Bondi që atëherë edhe deri tani vazhdon edhe kërkon gjithmonë dashurinë. Një herë kur rëzoi, nuk e dim se si vazhdoi historia, për këtë duhet shihni filmin. Si nuk u lodh asnjëherë ky djali duke gjetur dashurinë. Nuk e lën edhe gocat e rehat. Okej, e kanë qef. Tuan adrenalinën që James Bondi ja ofron. The Spy Who Loved Me është një film i sagës së James Bondit pra agentit 007 që ndjek një mision ndërkombëtar dhe këtë radhë çon në Egjipt. Filmi përdor Egjiptin si hapësirë kyçe për disa nga skenat më të kujtueshme duke kombinuar aksionin modern me historinë e lashtë. Xhirimet u realizuan në Luxor si në çdo film tjetër që shumica prej tyre janë xhiruar në Luxor sepse Luxori ka shumë për të ofruar. Do ta përmendim pak më vonë si një destinacion kryesor Luxorin, megjithatë jemi këtu, jemi në James Bond. Më vonë do të shtjellojmë edhe për destinacionin e radhës që është Tempullin e Karnakut dhe zonat përreth lumit Nil. Këto vende u zgjodhen për arkitekturën monumentale dhe hapësirat e hapura, që krijojnë një kontrast të fortë me spionazhit bashkëkohor dhe qytetërimit paranoik. Okej, e mbyllëm edhe me James Bondin dhe tani do kalojmë tek një pjesë që ne e quajmë si produksionet që rritën turizmin në Egjipt. Pra atë që kemi bërë edhe në episodet e kaluara. Dhe tani jemi gati që të zbulojmë se cilat kanë qenë spari produksionet dhe pastaj vendet ku këto produksione kanë krijuar një atraksion më të madh turistik. Dhe mami, sigurisht që është filmi i parë, e njohim, është filmi i vitit 1999 dhe ka të bëjë me Gizën, me piramidat edhe veçanërisht edhe me shkretë të tjera e pa ana, më duken sikur s'kan fund ato shkretë të tjera në Egjipt. Vërtet, imagjino për shembull një gjë që mendoj gjithmonë, po të isha në Egjipt edhe që në shkretë të tjera që të ndodhte ndonjë erë fortë edhe ta merrte me vete. Ore, diçka jam. A do na gjinin trupin? Unë jam kurështar të provoj. Se di pse mendoj fatalitetin gjithmonë. Po pse mor Kevi? Unë s'kam dashur të zavem duke, por je gjithmonë po sikur të ndodh kjo, po sikur të ndodh ajo. Ja, për shembull, një nga gjërat që unë do doja të provoja në shkretë të tjera të Egjiptit është ai mirazhi i famshëm që ndodh këtu në shkretë të tjera, pra një gjë halucinante që nuk është se ndodh vërtet, por është mirazh. Vetëm atëherë edhe ty të ndodh ka. Ju ndodh të gjithëve, po flasim për The Mummy, kthehemi tek produksioni që rriti atraksionin më shumë, pra atraksion turistik. Do të them që në fakt ishte një rikthim i mitologjisë egjiptiane në kulturën pop moderne. Pavarësisht se siç e cekëm edhe tek filmat më përpara, shumë nga skenat janë xhiruar jashtë vendit, gjithsesi historia, estetika dhe ikonografia janë të lidhura drejt për drejt me piramidat e Gizës dhe ato varret tipike faraonike. Dhe çfarë ndodhi Kevi, do thuash ti pas daljes së filmit? E gjen dot? U rrit turizmi. Po patjetër. E para kjo. Patjetër. Është edhe nga vetë rubrika, po ndonjë gjë tjetër më interesante ndodhi. Pra këtë do thoja që jo vetëm që u rrit turizmi, por njerëzit nuk i kërkonin më piramidat vetëm si monumente historike, por si vende misteri, si thua ato praktikat spirituale që donin të ndjenin njerëzit u rritën veçanërisht në këto lokacione pas daljes së filmit. Kërkonin varret e mbyllura, historitë e mallkimeve, gjërat të cilat edhe për mua janë shumë tërheqëse Kevi. Tani më jep të drejtë pse mendoj fatalitetin në Egjipt, sepse ka shumë gjëra që lidhen me këtë, siç janë magjit, historitë rrethive edhe të gjërat e tjera që mund të mendosh për këto më të keqen. Po, por mund të shikosh edhe nga ana poetike, edhe nga ana thjesht artistike dhe estetike Kevi, pse duhet ti mendosh kështu në mënyrë fataliste. Po se unë lidhem me çdo vend, sidomos në ato që shkoj dhe zgjedh që ti vizitoj, lidhem atje. Po mirë, mos u lidh kaq shumë. Që të zgjidhet pa Kevi, ne kalojmë tek një këngë, kthehemi sepse kemi ende produksione të cilat kanë rritur turizmin në Egjipt, njerëz. Sheshet ku xhirohen ëndrat. Sot jemi në Egjipt, njerëz, në Radio Travel 104.6, Franci po ju flet dhe Kevin tani do marr stafetën sepse ka produksionin e dytë që rriti edhe e bëri atë Egjiptin të shpërthente me turista, që është Kevin? Në fakt e solli tek brezi i ri dhe është Transformers Revenge of the Fallen. Ky film i solli piramidat e brezi i ri, siç e thash, dhe është kontrasti midis robotëve gjigante dhe monumenteve 4000 vjeçare. Egjipti si vend ku e kaluar dhe e ardhmja përplasen. Kjo është ajo që i solli ky film tek brezi i ri dhe pas filmit shumë të rinj e vizituan Egjiptin për herë të parë.
Piramidat u kthye në ikon pop, jo vetëm historike, ku rritën turizmin lidhur me fotografitë dhe mediat sociale, ajo që kemi thënë në episodin e Zvicrës, Atë do thoja në fakt Kevin. këto filma që kthehen në sensacion rrisin turizmin edhe krijojnë ato hashtagjet e tyre personale në rrjetet sociale. Po shiko sa mirë që rritin turizmin edhe tek të rinjtë, jo vetëm tek njerëzit të cilët janë të apasionuar pas kinemas ose tek brezi, po themi i tretë, të cilët zgjedhin që të vizitojnë një vend thjesht për të bërë ca pushime, por dhe për të njohur kulturën. Për të qetësuar më shumë, nuk se kanë kohë ose nerva që Po thoja që këta njerëzit të cilët ndërmarrin hapa dhe nisma të tillë pra produksione gjigande, mendojnë edhe për të rinj, se si ta bëjnë tërheqës edhe për të rinj. Dhe Kevin sapo tha një rast tipik, të cilën e kanë zgjedhur të rinj për ta vizituar edhe për të bërë selfie pafund, live pafund për Instagram. Po kishte ajo pjesa ku u komercializua pak Egjipti, por rëndësi ka që u rrit turizmi, sidomos nga të rinj që është turizëm shumë i rëndësishëm. Mirë, gjithsesi, të gjitha këto sajtet historike, të cilat rrjedhin nga këto vendet dhe nga destinacionet të cilat kanë, po themi, histori të lashtë, qytetërime të lashta dhe kështu me radhë, do vinte një pikë, siç ka ndodhur me të gjitha rastet që ne mund t'i përmendim tani në botë, do vinte një pikë që do bëheshin komerciale Kevin. Domethënë komercialiteti nuk i shpëton dot, po me Egjiptin ndodhi pak herët. Dhe sidomos me monumente që kanë 4000 vite aty. Gjithsesi do vinte. Se kush jemi ne të gjykojmë, rëndësika që Egjipti vazhdon vizitohet edhe po themi. Moon Knight është i radhës, në fakt bëhet fjala për një serial dhe e rikthen fokusin veçanërisht tek mitologjia egjiptiane. Duhet ta themi prapë këtë që jo të gjitha skenat ose jo të gjitha episodet janë xhiruar në Egjipt. Megjithatë, ajo që ndodhi me këtë serial është që ai ndezi një interes supermasiv për perënditë egjiptiane, për tempujt, për simbolikën e lashtë dhe turistët filluan që të kërkojnë edhe përvoja mistike, jo vetëm gjëra kështu klasike, pra guidat të cilat i marrin njerëzit. Është e pashmangshme, nuk i shpëton dot asaj edhe po të duash. E para njëri nuk të lë atmosfera e Egjiptit, e dyta edhe ti vetë të kuriozon edhe do të shkosh tek ajo që duket si e ndaluar apo si e pamundura. Po, e vërtet, njerëzit gjejnë gjithmonë më tepër mënyra të reja për t'u qasur këtyre vendeve, jo vetëm anën klasike të tyre që ti shkon, dëgjon ata njerëzit që të flasin për historinë, për piramidat, për shkretë të tjera, por ja që ofrojnë edhe forma të tjera si thua të turizmit. Për Egjiptin nuk mund të thuash kurrë që s'kisha ç'a bëja atje, se çdo herë do dali diçka e re për të bërë. Kurioz jam Kevi, të shkojmë mirë edhe ne, ta shikojmë mbase do na duket edhe ne kështu, sikur kemi pafund gjëra për të bërë. Momenti për një hapësirë tjetër muzikore, kthehemi pas pak në studio. Jemi rikthyer në sheshet ku xhirohen ëndrat 104.6 FM. Tani do të flasim për sheshin e ditës, atë rubrikën shumë të veçantë që ne e sjellim për ju si një sugjerim nëse në rast se doni të shkoni në Egjipt. E këtë mund ta bëni. Kevin, më fal që po të ndërpres, po do thoja këtë gjë që nuk është se duhet të rrim ta vrasim mendjen shumë se kush është ky sheshi i ditës, sepse pak a shumë njerëzit e kuptuan nga gjithë herët që ne e përmendëm. Është Luxori, mos ta mbajmë pezull. Patjetër. Është një vend ku ecën mes tempujve si në një film pa montazh, si ato që i ke qef ti Franci. Lere tash mos më fut këtu në këto gjërat që i kam qefun. Në njërin anë keni tempullin e Karnakut me kolona gjigante që të bëjnë të ndihesh i vogël. Imagjino kolonat që janë disa kate dhe në porcion me trupin e një njeriu, se sa i vogël dukesh atje. Imagjino që të shkosh atje dhe të kryesh ndonjë nga këto lutjet e tua ose të kesh ndonjë nga këto praktikat e tua shpirtërore ose fundja thjesht një seancë meditimi. Imagjino ta bësh një seancë meditimi në muzikë te këto kolonat në Luxor. Perl, mrekulli, nuk e di Kevin. Gjithmonë më fut në gjendje me këto gjëra që thua dhe po komente që jep. Nuk e di nga i mendon, se unë mendoja fatalitetin, ti mendon këto. E po kur u ndan në këto na ran, më tha. Në njërin anë ishte tempulli i Karnakut, ndërsa në anën tjetër është lugina e mbretërve që siç e thash për ironi janë fshehur për vite të tëra me radh poshtë tyre. Në mëngjes drita bie e butë, sepse Luxori është një nga ato vende që njihet për dritën. E ke parasysh kur thonë që sikur bie drita ndryshe aty, për shembull unë kam në Tiranë këtu, mendoj që në blog bie drita ndryshe, nuk e di pse, ndërsa në Egjipt bie në Luxor. Në mëngjes drita është e butë dhe kur bie mbi kurët që janë ngjyrë bezh, duket sikur krijon atë ngjyrën e artë. Ndërsa në mesditë ndodh një gjë krejt ndryshe sepse i gjithë qyteti është i artë dhe mbulohet nga ngjyra portokalli. Pra për të gjithë ata njerëz të cilët janë të dhënë pas fotografisë, e kanë pasion të tyre, mund të shkojnë në Luxor, të marrin aparatin e tyre dhe në çdo moment të ditës të jenë të sigurt që do kapin foto të mrekullueshme. Sepse drita është gjithmonë, pra nuk duhet të rish të kërkosh atë dritën perfekte, shiko se është këndi këtu, shiko se është kjo këtu. Njerëz e keni në çdo moment, mjafton të shkrepni aparatin dhe do merrni kështu
foto që do marrin miliona klikime në për këto rrjete sociale. Mos e thuaj se nuk kemi garanci, po edhe jo në çdo orar të ditës, sepse në darkë qyteti merr një heshtje solemne. Po ku ka më bukur? Jetët janë të gjata, ku ka më bukur? Po patjetër. Duhet dhe ajo në fakt. Duhet edhe qetësia, duhet edhe zhurma, duhet edhe dielli, duhet edhe hija dhe heshtja. Errësira që të duket sikur po pushton gjithë qytetin në errësirë, se nuk shemi. Egjipt, mor vlla, Egjipt është një nga qytetërimet më të lashta. Sa kurreshtar më ka bërë ky episod, nuk më kanë bërë episodet e tjera, me thënë drejtë kemi. Është historia e Egjiptit, mbase sepse ato të tjerat i kemi ndjerë çik më afër këtu në Europë dhe themi më se ja ku i kemi, shkojmë atje. Janë disi më të prekshme, ndërsa Egjipti të duket pak më larg. Po për të mundsuar një udhëtim në Egjipt, duhet të kontaktoni në vas.ale, do të flisni me një nga agentët, mund të personalizoni udhëtimin tuaj apo bëheni pjesë e guidave me njerëzit e tjerë. Është çfarë e thjeshtë kontaktoni me ta dhe çdo gjë është në rregull, që mos shqetësoni për të bërë gati pushimet tuaja, por t'i gjeni gati edhe të shkoni atje thjesht për t'u kënaqur, edhe të bëni këto fotot me miliona klikime. Okej, mirë, ne kalojmë nga sheshi ditës tek një rubrikë tjetër, që janë 3 vendet, pra janë 3 sugjerimet tona që duhet t'i vizitoni patjetër në Egjipt. Sigurisht Kevin, nuk e di, ma merr mendja që ti ke qenë i vëmendshëm dhe e di se kush është vendi i parë që ne do sugjeroj. Në di, po duhet ta lë ty ta thuash. Piramidat, sigurisht që piramidat e Gizës ndodhen pranë Kairos dhe përbën një kompleks arkeologjik shumë të rëndësishëm në Egjipt, sepse ne përgjithsisht kur mendojmë për Egjiptin themi piramida e Gizës, por në fakt aty është një kompleks piramidash që përfshin piramidën e Keopsit, Kefrenit dhe Mikerinit, si dhe të famshmin Sfinks. Nuk mund ta harrojmë atë Sfinksi i famshëm që se kishin përmendur data e njëjta gjë si me Parisin. Njerëz të gjitha këto i gjeni në këtë kompleksin e piramidave të Gizës, të shpallura si një nga 7 mrekullitë e botës së lashtë dhe vizitorët aty kanë mundësi që të hyjnë në brendësi të piramidës. Zoti i madh, sa ndjesi interesante duhet të jetë që ti hyn atje dhe i shikon me sytë tu. Sigurisht nuk u i prek, sepse mund të jenë gjërat që ruhen me shumë rigorozitet. Por vetë fakti që ti je brenda një piramide aq madhështore, duhet të jetë e mjaftueshme për ta vizituar Egjiptin, Kevin, dhe këtë kompleksin e piramidave. Ne kemi thënë mjaftueshëm gjëra në episodin e sotëm sepse duhet shkojnë ta vizitojnë Egjiptin. Piramidet janë një nga 1000 arsyet ndoshta që kjo është e vërtetë. Një nga 1000 arsyet. Sepse Egjipti vërtet ka shumë për të ofruar. Po kush është vendi i dytë, Kevin, që ne ua sugjerojmë njerëzve për ta vizituar në Egjipt? Është Aleksandria, që paraqet anën urbane të gjithë Egjiptit, që ju sjell një anë tjetër, jo atë më historike, dhe pse ka shumë histori si vend, sidomos me bibliotekën e Aleksandrisë që u dolç para shumë mijëra vitesh dhe ka shumë teori konspirative që qarkullojnë në rrjet, disa thonë që e kanë djegur për arsye politike, disa tjerë thonë që ishte një zjarr aksidental. Një gjë që e dim është që ka pasur një humbje shumë të madhe historike me gjithë librat dhe dorëshkrimet apo papiruset që kanë humbur nga. Mbase historia mund të ishte ndryshe nëse biblioteka e Aleksandrisë do t'i rezistonte zjarrit edhe kohrave deri në ditët e sotme. Por kjo nuk do të thotë që ju të mos e vizitoni atë zonën e Aleksandrisë, apo jo, Kevin? Patjetër, edhe siç besoj ja u merr mendja, nga emri është e kuptonin që ky qytet është ndërtuar nga Aleksandri i Madh, shtrihet përgjatë detit Mesdhe dhe pajson anën më urbane e mesdhetare të vendit. Sot vizitorët mund të shohin bibliotekën moderne të Aleksandrisë, që është rindërtuar në nder të bibliotekës së djegur para shumë mijëra vitesh, ndërsa Aleksandria mund të ofrojë tjetër plazhe, shëtitore bregdetare dhe një atmosferë të krejtëndryshme nga pjesa tjetër e Egjiptit. Pra këto aktivitete që i bën çdo lloj vendi tjetër, po në Egjipt do t'i bëni edhe me pak histori. Tani njerëz keni vizituar piramidat e Gizës, pra gjithë atë kompleksin gjigant të piramidave, keni shkuar në Aleksandri. Sigurisht nuk mund të rrini pa shkuar edhe në brigjet e Nilit, lumi i famshëm Nil, cilin tani që mendoj, Kevin, e kam dëgjuar për të parë në ato mësimet e gjeografisë që kam bërë në 9 vjeçare. Dhe më është ngulitur si jo vetëm se një nga zonat historike më të njohura në të gjithë botën, por sot edhe të kthyer në një atraksion të veçantë turistik, sepse kjo zona e Nilit, kur bëhen këto guidat me crociere, që janë shumë të zhvilluara në ditët e sotme, përgjithsisht kapin këto qytetet e jugut të Egjiptit dhe njerëzit kanë mundësi që të vizitojnë sajte ndryshme arkeologjike, fshatra tipik tradicional të atyre zonave. Për shembull, shumë kurioztar jam të shikoj se si ka qenë një nga fshatrat, po themi para shumë vjetësh në Egjiptin e lashtë, dhe këta zotërinj i ruajnë këto fshatrat ose këto zonat rreth lumit Nil
i ruajnë ashtu Siç kanë qenë po që nuk po para themi siç kanë qenë tamam, Okej, por ndodhin edhe fatkeqësi natyrore që ndoshta Po, mundet patjetër. të shkatrojnë, po një pjesë është por ruajtur. ndjesinë që t'japin ato zona, si më thon, kthimi në kohë, ti e merr në mënyrë autentike nëse i viziton. Kështu që hipini kroçerës njerëz, shkoni në për në për këto zona që ofron Egjipti, veçanërisht në lumin Nil, edhe do na thoni pastaj bravo Franci dhe Kevin për këto sugjerime që na keni dhënë. E sigurt që nuk do mbeten zgënjur në asnjë lloj mënyre. Kjo është e vërtetë. Edhe me Nilin tani do të kalojmë në një hapësirë tjetër muzikore, do të rikthehemi sërish për të folur për fakte dhe statistike, ca gjëra që juve nuk jo merr kurrë me. Themi pas pak. Jemi rikthyer këtu në sheshet ku xhirohen ëndrat në Radio Travel 104.6 FM dhe tani siç e do tradita do të flasim për faktet dhe statistikat. Po tani Egjipti nuk mund t'i shpëtoj këtyre fakteve statistikave tona. Kevin i than për Zvicrën, i than për Francën, sigurisht do themi edhe sa Edhe për Egjiptin, po si qendër historike, ja vlen që t'i përmendim disa gjëra. Po Franci, çfarë mund të na thuash ti ndonjë gjë? tani që e kemi ditur edhe përmendëm shumë herë sot që Egjipti ka një nga qytetërimet më të vjetra të botës, kjo dihet. Por a e di se sa vite histori të dokumentuar ka zënë Egjipti në të gjitha këto faqet e historisë botërore, Kevin? 4000 vite, 5000 vite? Bravo, je i sakt, 5000 vite, Kevin, bravo, Jam i vëmendshëm në ke atë. fituar një udhtim falas në piramidat e Gizës. Okej, ky ishte një prank që nuk duhet ta bëje se mërzitem që nuk do ta marr vërtet. Po, Okej, unë gjithsesi. fola dhe për lumin Nil pak më përpara si një nga sugjerimet tona. Dhe Qa lumi ngeli pas Nil, ta? që ta dini njerëz, është rreth 6650 km i gjatë, duke bërë në të njëjtën kohë edhe lumin më të gjatë në botë dhe ka qenë baza e jetës për civilizimin egjiptian për mijëra vite. Atje ka lindur qytetërimi, një nga qytetërimet më të lashta të botës rreth brigjeve të lumit Nil, sepse i kishte të gjitha kushtet. Një element që tregon për tjetërsinë e një vendi, e di kush është? Piramidat. Po, Po sa patjetër. piramida mendon që janë në të gjithë Egjiptin? E pra se ne njohim vetëm këto më kryesoret ose ato që na janë thënë edhe na janë stërthënë vazhdimisht, po sa janë të vërtetë, Kevin? 130. Jo, zota kisha besuar Shumë kur janë. të thënë drejtën, po. Është një si thua që kemi 130 Kal Skënderbeu këtu në Kuaj Tiranë. të Skënderbeut. Kuaj, sorry, se Ej, thash. zoti i madh. Jo, më jo, se janë shumë aq, ne një dhe na mjafton, se do bënim aq shumë ne. Po si një popullsi kaq e vjetër, sa mendon se është numri banorëve që jetojnë në Egjipt aktualisht? Sa? 110. Si 110 më? 110 milion banor. 110 milion, okay. Mjaftueshëm. Besoj, janë. Konsiderueshëm shumë 110 milion. Ore Kevi, se jam shumë kureshtar, se për këto piramidat ka shumë teori konspirative. Si i ka ndërtuar më vëlla? Vërtet ata kur të shojnë në ato ture të thonë që janë ndërtuar kështu, janë ndërtuar ashtu. Po sa të sigurt jemi ne që janë ndërtuar ashtu? Kjo është një pyetje që ka mbi 5000 vite ndoshta që ngrihet. Kjo është një pyetje $1 Mendon milion dollarësh. që mundemi ta zgjidhim ne këtu? Mbase. Se di unë, hajde po e them kot alienët. Mirë, alienët do thoja dhe unë, po kjo është një përgjigje kështu, klishe do thonim ne. Po ndoshta ca njerëz e marrin për vërtetë dhe e marrin për të mirëqenë që është kështu. E po mbase, ne vazhdojmë me fakte dhe kuriozitete për Egjiptin. Foli Kevi pak më parë për bibliotekën e Aleksandrisë dhe unë si një dashnor i flakti librave, Kevin, do të them një kuriozitet që ka të bëjë me librat. Rreth 8 milion libra, duke u bërë një nga bibliotekat më të mëdha dhe më të rëndësishme në botë. 8 milion libra ndodhen në bibliotekën e Aleksandrisë. Imagjino sa kanë qenë më përpara. Nuk e di unë sa kanë qenë, po ti si dashnor i librave, besoj ke qef ta mbash këtë si titull, sepse nëpër libra zakonisht dashnorët janë personazhe kryesorë. Më mirë, edhe mundet, pse jo? Egjipti, Kevin, tërheq çdo vit rreth 10 milion turistë ndërkombëtar. Nëse kur e mendon se sa gjëra mund të shikosh në Egjipt, 10 milion duken pak ore. 10 milion po shkojmë ne, ose të pak na thon. Unë nuk bie prej kësaj propagande, po kjo është edhe kjo është një temë tjetër, do ta diskutojmë kur të themi për ato historitë e mia sa ditore që unë mendoj që janë më pasionante dhe zjarta se historia fatgjata. Pas kemi dashnor më të mëdhenj në studio, po nuk e dini njerëz. Aha. Unë nuk e kam dashnor programati, këtë ta dish. Më mirë. Një tjetër element është Sfinksi, që quhet si Sfinksi i Gizës dhe është 20 metra i lartë dhe 73 metra i gjatë dhe konsiderohet simbol i përjetësisë së civilizimit egjiptian. E di si po më duket vetja tani, Kevin, sikur jemi në mes të shkretirës edhe në mënyrë kështu të alucinante, unë po dëgjoj ca të qeshura që nuk e di se ku po vinë, nuk e di nga këto erërat që sjell, nga duna që sjell. Ka arritur deri këtu era e Egjiptit. E pra, si ka mundësi,
Por ti po thoje për Sfinksin, imagjino të rish edhe ta shikosh atë të ngresh kokën edhe të kërcas ndonjë kocë këtu mbrapa sa i madh dhe sa gjigant është ky Sfinksi. Është më shumë i gjatë se i lartë, po. Po, njerëz ishim në Egjipt, folëm për filmat të cilët nuk përpiqen të duken më të mëdhenj se historia, sepse historia është gjithmonë një hap përpara. Kështu dal nga dal po shkon rreth mbylljes së episodit të sotëm, Kevin, që ishte Egjipti, thamë ç'nuk tham. Tani na ngelet vetëm të shkojmë dhe ta vizitojmë si vend, apo jo? Po, edhe kjo mbeti, atë të filmit nuk ma the sot. Ndoshta xhirojmë edhe këtu ndonjë gjë? Po do ta xhirojmë patjetër mo. Mua më ka thënë ky Denis Villeneuve, më ka thënë hajde se do bëj Dun 3-shin. Kam një rol për ty, tha po. I thashun çfarë roli? Je i mbuluar tha në rër. Ah, okay. Po mirë, po dali që thua që ke qenë pjesë e këtij produksioni. I thashun dal në ndonjë moment nxjerr vetëm gishtin, tha kaq më duhet mua. Ai emri, thash që djali që nxjerr gishtin Franci. Franci? Po pra. Apo Franc Dashnor Bregu. Edhe ashtu. Deri javën tjetër ne ju urojmë të kaloni një javë super të këndshme njerëz. Ne do jemi si gjithmonë në sheshit ku xhirojnë ëndrat me mua Francin dhe Kevin në 104.6 FM në Radio Travel. Mos harroni deri episodin e radhës tjetër që çdo xhirimi është një ëndër që pret të tregohet. Mirupafshim edhe një herë nga Dashnor Franc Bregu dhe nga Dashnor Progonati. Ciao njerëz. Sheshet ku shirojnë ëndrat.